Abbas Feyzullahu ish i burgosur politik dhe veprimtar i devotshëm i çështjes kombëtare. Ka filluar që të shkruaj librin kushtuar një ngjarje fisnike të kohës së vështirë kur familjet shqiptare të Kosovës ndihmonin familjet nevojtare gjatë kohës së okupimit nga Serbia. Ai ka treguar se ideja për të nisur krijimin e librit Familja ndihmon familjen erdhi nga dëshira për të dokumentuar dhe ruajtur kujtimet e ndihmës së madhe njerëzore që qytetarët e Prizrenit i dhanë familjeve në nevojë pas luftës së fundit në Kosovë. Ai thekson se shumë histori solidariteti rrezikojnë të harrohen, prandaj synimi i tij është i mbledhë dhe të sistemojë këtë rrëfime në një vepër të plotë. Sipas Feyzullahut, qëllimi për të finalizuar librin është të nderojë qytetarët që hapën dyert dhe zemrat për të ndihmuar të tjerët në kohë të vështira, duke i lënë brezave të ardhshëm një dëshmi të rëndësishme të humanizmit prizrenas. Aktualisht, ai po vazhdon mbledhjen e dëshmive dhe rrëfimeve nga familje që përjetuan ose ofruan ndihmë në atë periudhë. Ndryshe, të gjithë qytetarët të cilët duan të kontribuojnë me historitë e tyre të asaj kohe për ta finalizuar këtë libër, mund të drejtohen tek libraria Pena në Prizren në lagjën Terzi Mahall. Në rrethona dhe kushtet e jashtëzakonshme në vitet e 90-ta, kur greva e minatorëve ka zgjatur mbi 10 ditë, greva më e gjatë në botë e minatorëve, atëherë Serbia, pushteti serb i ka larguar prej të ardhurave, dhe me thonë, qëllimi ka qenë që përmes urisë kafshatës bukës të dorëzohen. Dhe si rrethone këtyne rrethonave, të thotë për më ju kundërvu, janë mbledh ndihmat ndryshme. Prizreni ka qenë një ndër qytetet që ka dhënë ndihma më shumti. Qoftë përmes kamiona me miell, ka qenë me gjitha gjanat ushqimore. Mirë po, kamionat me miell, shpesh herë policia serbe i ka nalë, i ka keqtrajtuar shoferin, e ka marrë miellin, i ka shtyjë shoferët në burg ndoshta, dhe kështu që mjetët, ndihma nuk ka rrinë në cakun e drejtuar. Dhe si ide, ka lind kjo, familja ndihmon familjen, dhe me thonë një familje, apo dhe dy familje bashkë, të cilët e kanë gjendjen e mirë ekonomike, na nuk ju kemi thonë të pasur, por gjendjen e mirë ekonomike, për çdo muaj me majt nga një familje skamnore. Dhe me thonë, ka qenë 150 marka në atë kohë, se marka ka qenë. Dhe në këtë mënyrë, kjo veprimtari ka filluar në Prizren. Është Prizreni i pari, familjet e para të cilët janë majt, të cilët kanë qenë në gjendje tron ekonomike. Dhe prej Prizreni është shtri në rrafshën e Dugaxhinit dhe në tërë Kosovën. Ka përfshi bamirësit edhe në Maqedoni. Do me thonë, kanë marrë në këtë organizim, në këtë ndihmë ka marrë pjesë Tetova, Shkupi, Kërqova, Gosivari, Dibra, Struga, edhe dhe të ka qenë në gjitha trojet shqiptare. Juve personalisht, çfarë ju shtyri për me marrë këtë iniciativë të tillë? Po, kur i ndajshin mjetet, do me thonë miell, vaj, sheqer, në pikat ku shpërndaheshin ndihmat të minatorëve në Mitrovic, unë kam marrë pjesë shpesh, dhe u hargju mielli. Një minator, po thotë na falë, thotë, po miell nuk kemi ma. Thotë, kemi sheqer, vaj, detergjent, edhe këto. Thotë, a di shka? Thotë, une pa ynyrë, pa sapon, pa këto, thotë, muna një javë me shty, po pa bukë, fëmija nuk mund e shtyjnë. Dhe kështu si ide, kur jam kthyu në për Prizren, ta në kohën, më ka lind ideja që për mos me mujt me grabit, me marrë ndihmat përmes kamionave këtu që i kanë marrë, një familje ose dy familje bashkë, me ndihmuar një familje me këtë shumë që e ceka 150 marka, që kemi dokument që kanë dhonë, kur e kanë po çfarë gjendje, kanë dhonë edhe më tej për 2 fesh ndoshta. Edhe kështu, Prizreni, kur thamë Prizreni, unë kisha shfrytzuar rastin e fatbarësisë, të gjithë qytetarëve në Prizren t'ju falenderoj për këtë
punë që kanë bo shumë më përpikni edhe ju kanë përgjigj aksionit bamirësisë. Shqyqoni, kur të mërsh një buka, kur e ndonë në 5 pjesë, 10 pjesë, a shumohet a zvoglohet? Falë që bëj pyetje kështu. Shumohet. Një bukë e ndojmë në 10 pjesë, një pjesë të adhëm ty, ati. Dhe të thëtë, bamirësia është i vetmi aksion që duke ndomër të tjerë të shumohet. Dhe kjo ka ndodhur në Prizren. Prizreni dhe më thoni ka pri kësaj dhe ashtrinë gjitha trojër shqiptare edhe në Mërgat, edhe në Malzi. Jetë gjithë mirë, në Vargje, unë nuk mune më konë gjerë shfishta, aje kish bo sa hora, se aje ka pas talent për Vargje. E ka shkru lahukta në Malsis. Mirë po, unë qëllimi i këtyne është për me mbledh dokumentacionin që ekziston dhe me paraqit, dhe me thonë, mos me harrua familjet bamirëse që kanë ndihmue në rrethona dhe kushtet e jashtëzakonshme, ku Serbia ka menduar që përmes urisë të dorëzohen minatorë, të dorëzohen punëtorë që kanë largu për shtëpie, për pune. Kështu që kjo ka qenë qëllimi kryesor dhe me që ndihma kanë qenë të mëdhaja. Kur thëmë të mëdhaja, mbledhjen e fundit që kemi majtë na me përfaqësues të komunave, e kemi majtë në Lupç në pranverën e vitit 93. Kanë qenë të përfshime 8500 familje skamnore, ju ndihmua 8500 familje që kanë pas mundësi me ndihmua. Për çdo muaj ka shku ka 1,5 milion, ka me vitet tona, jo 1 muaj e 2. Që une ju bëje thirrje të gjithë qytetarëve të Prizrenit, që kanë ndihmuar në këtë drejtim, që tash une kam përgjigje për qytetarëve se kam me malin, e kam bo thirrjen, e kam bo një pyetësor, e kam shpërnda, një kujtim rada mu ka përgjigj, edhe Sadudin Kazazë janë qytetarët e parë për Prizrenit që mu kanë përgjigj në pyetjet, në pyetësor. Dhe kështu që të gjitha familjet, nëse u kujtuhen në qëllën familje kanë majtë, kanë ruë shënime, emnin mbi emni familje, sepse dokumenti ka qenë adresa e familjes skamnore në anën e djathtë, në anën e majtë ka qenë adresa me numër të antarëve të familjes, me banim, me numër, me rrugë, me letër njoftimi, familja që e kanë ndihmu familjet skamnore. Të dyat i kanë pas të dhona. Të orientohen qytetarët Prizrenas dhe jo vetëm për faktikisht me u drejtu të kjo që me i sjellë këto? Unë mendoj që qytetarët Prizrenas në secilën bashkësi lokale që janë. Ata duhet me ditë veprimtarin që ka qenë në atë kohë. Nëse nuk e din të gjithë shënimet që duhen me i pru, unë ju kisha thonë si quhet adresa Libraria Pena, e besoj që e japim adresin, aty të dorëzohen, nëse nuk kanë formular për me plotësu, të dhonat i marrin poshtë të Libraria Pena. Dhe kjo ja u lehtëson punën. Po mund të dorëzohen edhe të Sadudin Kazazë, të Parim Kosova që ka qenë veprimtar në atë kohë, të shumë të tjerë, nëse ju vjetë deri këtu marrë, i dërzën, Parimi Denkom i dërzën të mesur.